Revolta e bazës i Shkomberishës në prag të derës. Një vendim i kryesisë së listë SPD për të shkrirë 2 degët demokrate të krujës e fushkrujës në një, është kundërshtuar ashpër nga drejtuesit demokrat të 2 zonave. Ata zgjodhen të shkojnë vetë në selinë e PD për t'u përplasur me sekretarin e përgjithshëm Flamur Noka në një mbledhje larg kamerave. Demokratët e krujës dhe fushkrujës kanë kundërshtuar vendimin e shkrirjes së degës, duke i lënë ato në 2. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka pretendon se ai vetëm u ka argumentuar vendimin e kryesisë në mbledhje. Një grup antarësh të Partisë Demokratike kërkonin të anulohet vendimi i kryesisë për të patur një deg kruje fushkruj dhe donin që të ketë 2 deg. Unë ju argumentova vendimin e ata kundërshtonin. ABC News mëson se për shkak të toneve të ashpra mes demokratëve dhe Nokës, është dashur ndërhyrja e vetë Sali Berishës për të qetësuar mbledhjen, me premtimin se kryesia do i rishikojë vendimin e shkrirjes së degës. Revolta kësaj radhe ndaj Berishës nuk vjen nga zonat humbëse, por nga fituesit. Kruja dhe fushkruja ishin nga të paktat zona që PD i fitoi në zgjedhjet e 11 majit, por vendimet e kryesisë humbëse të Selis Blu tashmë po kundërshtohen direkt nga baza demokrate. Në një moment kur Berisha ka nisur operacionin Fshesa, me përjashtime e vetë përjashtime në prag të zgjedhjeve për kryetar të Partisë Demokratike më 23 maj.